Në një fshat të vogël në thepisht e maleve shqiptare, ku ujvarat këndojnë këngë të përjetshme dhe era mban aromën e lulet të egra, jetonte një vajzë e re me emrin Flutura. Flokët e saj të gjatë si flori i artë ndritnin në ndjellin e mëngjesit, dhe sytë e saj të kaltër si qielli i qartë reflektonin gjithë bukurinë e natyrës përreth. Flutura nuk ishte si vajzat e tjera të fshatit, që në fëmijëri ajo kishte një lidhje të veçantë me ujin. Kur kalonte pranë lumit, varkëzat prej gjethjesh që hedhin fëmijët e tjerë ndaloheshin pranë saj dhe lundronin në rrath perfekt. Kur shtrinin duar drejt ujit, ai ngritej në val të vogla dhe krijonte forma të bukura në ajër. Nëna e saj, Drita, e vëzhgonte me shqetësim dhe dashuri, e duke ditur se vajza e saj ishte e veçantë, por edhe e friksuar se çfarë do të sillte kjo dhuratë e çuditshme. Flutura ime, i thoshte Drita një mbrëmje ndërsa qëndronin në oborrin e tyre të vogël, duhet të jesh e kujdesshme me atë që ke. Jo të gjithë do ta kuptojnë bukurinë e dhuntisë sate. Por Flutura, me zemrën e saj të pastër dhe shpirtin e lirë, nuk e kuptonte plotësisht paralajmërimin e nënës. Ajo e konsideronte dhuntinë e saj si një mënyrë për të ndihmuar të tjerët, dhe për t'u bërë një me natyrën që donte kaq shumë. Një dimër jashpëra mbi fshat. Bora e bardhë mbuloi çdo gjë, dhe i ftohti ishte kaq i madh sa edhe lumi i vogël që kalonte në qendër të fshatit filloi të ngrinte. Njerëzit e fshatit u shqetësuan, sepse pa ujë nuk mund të jetonin as ata, as bagëtitë e tyre. Burrat më të fortë të fshatit tentuan të thyenin akullin, por ai ishte shumë i trashë dhe i fortë. Flutura, duke parë vuajtjen e njerëzve të fshatit, vendosi ta përdorte dhuntinë e saj. Një mëngjes herët, kur dielli sapo po ngrihej pas maleve dhe pikurat e para të dritës po ndriçonin akullbardhësinë e fshatit, ajo shkoi në lum. Vuri duart e saj të buta mbi akullin e ftohtë dhe filloi të koncentrohej. Zemra e saj rrahte fuqishëm, dhe ndjen se një energji e ngrohtë po kalonte nëpër trup. Papritur, uji në akull filloi të lëvizë përsëri. Akullnaja e trash filloi të shkrijë ngadalë dhe uji i pastër, i gjallë, filloi të rrjedhë lirshëm. Njerëzit e fshatit, duke parë këtë mrekulli, erdhën të gjithë të shikonin. Disa ishin të gëzuar dhe të mirënjohur, por të tjerë të friksuar dhe të dyshimt. Si është e mundur? Pyeste plaku Gjon, duke e shikuar Fluturën me sy të hapur. Çfarë ke bërë, vajzë? Nuk kam bërë asgjë të keqe, u përgjigj Flutura me zë të butë. Vetëm i kërkova ujit të na ndihmojë. Por jo të gjithë ishin të kënaqur. Kulla e fshatit, një grua e moshuar me emrin Marta, cila kishte gjithmonë qenë xheloze për bukurinë dhe mirësinë e Dritës dhe vajzës së saj, filloi të përhapthashe theme të këqija. Kjo nuk është normale, thoshte ajo ndërmjet grave të tjera. Vajzat normale nuk e bëjnë ujin të lëviz me duar. Kjo është diçka e keqe, diçka që nuk vjen nga Zoti. Fjalët e Martës si farer të këqija u mbrujten në zemrat e disa banorëve të fshatit. Frika dhe padjenia filluan të rriten si bar i keq. Edhe pse Flutura kishte ndihmuar fshatët me ujin, disa njerëz filluan ta shmangin atë dhe familjen e saj. Një ditë, ndërsa Flutura po ecte pranë lumit, duke gëzuar tingullin e ujit që rrëshqet mbi gurët, dëgjoi zërin e një fëmije që qante. Ishte Mali i vogël, djali i Gjonit, i cili kishte rënë në ujë dhe nuk dinte të notonte. Uji ishte i ftohtë dhe i shpejtë, dhe djali i vogël po fundosej. Pa menduar as për një sekond, Flutura hodhi veten në lum. Por kur preku ujin, ndodhi diçka e mrekullueshme. Uji nuk e lagti, përkundrazi, ajo sikur ecte mbi sipërfaqen e tij. Duart e saj lëvizën në gjeste elegante dhe uji e mbajti të qëndrueshme ndërsa shkoi të merrte djalin. Me një prekje të butë të dorës, ajo i kërkoi ujit të qetësohej, dhe valët u bën të buta si për këdhelje nëne. Pastaj, me djalin në krah, ajo u kthye në breg. Mali i vogël ishte shpëtuar, por përvojat e Fluturës me ujin tani ishin parë nga shumë njerëz. Ajo ecën mbi ujë si shpirti i keq, bërtiti Marta. Kjo nuk është e natyrshme. Duhet të dal nga fshati ynë para se të na sjell fatkeqësi. Por Gjoni, babai i djalit që ishte shpëtuar, u ngrit dhe tha me zë të lartë: "Kjo vajzë ka shpëtuar djalin tim. Ajo ka një zemër të mirë dhe një dhuratë nga qielli. Kush guxon të flas keq për të, le të flas keq për mua." Fshati u nda në dy kampe. Nga njëra anë ishin ata që e shikonin Fluturën si një bekim, një vajzë me dhurata të veçanta që i përdorte për të mirë.
Nga ana tjetër ishin ata që e frikësoheshin dhe e shikonin si diçka që nuk e kuptonin dhe që prandaj duhet shmangt. Flutura, edhe pse e trishtuar nga përçarja në fshat, nuk e hodhi poshtë dhuntinë e saj. Përkundrazi, ajo vazhdoi ta përdorte atë për të ndihmuar ku mundej. Kur kopeja e Petrit mbeti pa ujë gjatë një vere të thatë, ajo i ndihmoi ta gjejë një burim të ri. Kur oriz fushat po thaheshin, ajo i udhëzoi ujin e duhur drejt tyre. Kur fëmijët e fshatit duan të luajnë, ajo krijon foto të ujit që kësullin si përallic në ajër. Një ditë, një thatësirë e madhe ra mbi rajonin. Së kështu jo vetëm fshati i fluturës, por edhe fshatrat fshinje filluan të vuajnë nga mungesa e ujit. Luaj u tharën, burimet u sekuan, dhe njerëzit filluan të largohen nga trojet e tyre të dashura në kërkim të ujit. Kur lajmi arriti në fshatit e fluturës, plaku i fshatit, i cili gjithmonë kishte qenë i urtë dhe i drejtë, thiri një mbledhje të gjithë banorëve. Miq të dashur, tha ai, ne po përballemi me një sfidë të madhe. Fshinjet tanë po vuan dhe ne duhet të vendosim. A do t'i ndihmojmë, apo do të mbyllemi në vetveten dhe të presin që fortuna të kalojë? Marta, ende e mbushur me xhelozi dhe frikë, u ngrit dhe tha, pse duhet të rrezikojmë veten për të tjerët? Ne vetë na mungon një ujë. Por atëherë flutura u ngrit. Zëri i saj, edhe pse i butë, mbushi të gjithë vendin e mbledhjes. Unë do të shkoj, tha ajo. Do të tentoj të gjej ujë për të gjithë. Kjo dhuratë që kam, qoftë bekim apo mallkim, duhet përdoret për të ndihmuar. Shumë persona protestuan. Nëna e saj, Drita, e përshafoi me lot në sy. Flutura ime është shumë e rrezikshme. Nuk e dim se çfarë do të ndodhë nëse shkon shumë larg nga shtëpia. Por flutura tashmë kishte vendosur. Asaj dukej sikur një zë i brendshëm, i lidhur me ujin dhe natyrën, e thëriste drejt një misioni më të madh. Natën e ardhshme, ndërsa fshati flinte, flutura u ngrit heshturazi dhe nisi udhëtimin e saj. Ajo dinte se diku në mal, në thellet e tokës, ndodhet një burim i madh uji, por ai ishte i fshehur dhe i vështirë për t'u arritur. Udhëtimi i saj e çoi nëpër malet më të larta dhe më të hura. Asaj i duhet të ecte ditë të tëra, të flinte në yjet, të hanë frustrat e egra dhe të pinte ujin e vogël nga burimet qiellore. Por me çdo hap, ajo ndjen se lidhja e saj me ujin bëhej edhe më e fortë. Pas 3 ditësh udhëtimi, flutura arriti në një vend magjik. Ishte një luginë e vogël, e fshehur mes majave të mëdha të maleve, ku një liçen i madh dhe i qartë shtrihej si një pasqyrë perfekte e qiellit. Uji i këtij liçeni ishte kaq i pastër sa mund të shikej e gjerë në fund, dhe kaq i bukur sa dukej sikur ishte bërë prej argjendit të shkrirë, por mbi liçen qëndronte një figurë e çuditshme. Ishte një grua e bukur, me flokë si ujë që rrjedh dhe fustan të bardhë që luhej si valë. Sytë e saj ishin të thellë si oqeani, dhe zëri i saj kur foli ishte si kënga e ujvarave. Kush guxon të vijë në vendin tim të shenjit, pyeti gruaja. Flutura, edhe pse frikësuar, për ulti kryet me respekt. Unë jam flutura dhe kam ardhur të kërkoj ndihmë. Njerëzit e krahinës po vdesin nga thatësira, dhe unë kam një dhuratë që më lejon të komunik me ujin. Të lutem, ndihmo të gjej një mënyrë për t'i shpëtuar. Gruaja e bukur e vëzhgoi me kujdes. Unë jam Naida, mbretëresha e ujërave. Kam dëgjuar për ty, flutura, dhe për zemrën tënde të mirë, por dia se për të marrë ndihmën time, duhet të provoj se je e gatshme të bësh sakrifikimin më të madh. Çfarë duhet të bëj? Pyeti flutura. Duhet t'i japësh dhuntin tënde mua, dhe në këmbim unë do të bëj që ujërat të kthehen në tokat e tua dhe të fshinjeve të tu. Por kujdes, po t'ja japësh dhuntin time, ti nuk do të jesh më e njëjta. Do të bëhesh një prej nesh, një shpirt i ujit, dhe nuk do të mundesh të kthehesh më në jetën e mëparshme njerëzore. Flutura reflektoi thellë. Kjo do të thoshte se nuk do t'i shite më nëna e saj, të dashurit e saj, fshatët e saj, por gjithashtu do të thoshte se mira njerëz do të shpëtoheshin nga thatësira dhe vdekja. A do të mund të ndihmojë ende njerëzit, edhe si shpirti i ujit? Pyeti ajo. Po, u përgjigj Naida. Do të jesh si një engjëll i ujërave, duke ruajtur dhe duke mbrojtur të gjithë ata që kanë nevojë për ndihmë. Por jeta jote do të jetë e lidhur me ujin, dhe vetëm atje do të mundësh të ekzistojë. Flutura mbylli sytë dhe mendoi për familjen e saj, për fëmijët e fshatit që luanin pranë lumit, për njerëzit që po vuajnë nga fatësira. Zemra e saj tashme e dinte përgjigjen. Unë pranoj, tha ajo me zë të qëndrueshëm.
Naida buzëqeshi me një buzëqeshje të hidhur dhe të bukur. Ti ke një zemër që ja vlen të admirojë, Flutura. Tani vjen afër liçenit. Flutura u afrua në ujin e pastër të liçenit. Kur preku ujin me majën e këmbëve, ndjen se një ngrohtësi e çuditshme po e përshkonte trupin. Ngadalë, trupi i saj filloi të ndryshonte. Lëkura e saj u bë e bardhë dhe e shkëlqyer si biseri, flokët e saj u bën si ujë që rrjedh, dhe sytë e saj morën ngjyrën e detit të thellë. Tani ti je vashëza e ujit, tha Naida. Dhuntia jote është shumë fishuar, dhe ti do të mundësh të sjell ujë në çdo vend ku ka nevojë. Shko dhe plotëso premtimin tënd. Flutura, tani si një qenie e re, e drejtoi dorën drejt qiellit. Rreth e errëta filluan të grumbullohen, dhe shiu i parë pas muajsh mbi tokën e thatë. Por kjo nuk ishte e mjaftueshme. Ajo u ngrit në ajër, duke ecur mbi valët e erës, dhe filloi një udhëtim të madh mbi tërë krahinën. Ku kalonte ajo, burimet e reja po qelen nga toka. Ujërat nëntokësore u ngjitën në sipërfaqe dhe formuan lumenjë të rinj. Shirat e butë por të qëndrueshëm filluan të binë në të gjithë rajonin. Brenda pak ditësh, gjithë krahina u gjelbërua përsëri. Por transformimi i Fluturës nuk ishte pa dhimbje emocionale. Ajo mund të shihte familjen e saj nga largësia, por nuk mund t'i afrohej si më parë. Nëna e saj, Drita, e ndjen praninë e saj dhe shpesh shkonte në lumë të qante dhe t'i fliste erës, duke shpresuar se vajza e saj do ta dëgjonte. Një ditë, ndërsa Drita qëndronte pranë lumit dhe qante për vajzën e saj të humbur, ujërat filluan të lëvizin në forma të bukura. Në sipërfaqen e ujit u formua një imazh i qartë i Fluturës, por tani si vashëza e ujit, e bukur dhe e shkëlqyer si një vije. Nëna ime e dashur, i foli zëri i Fluturës nga uji, mos qaj për mua. Unë jam këtu në çdo pikë uji, në çdo shi, në çdo burim. Unë jam me të gjithë njerëzit e krahinës, duke i mbrojtur dhe duke i ndihmuar. Dashuria ime për ty dhe për familje nuk ka vdekur, përkundrazi, ajo është bërë pjesë e gjithë natyrës. Drita, edhe pse e trishtueshme për humbjen e vajzës së saj si qenie njerëzore, kuptoi se Flutura kishte bërë një gjë madhore. Ajo ishte bërë një forcë për të mirën, një mbrojtëse e gjithë jetës në krahinë. Nga ai moment, njerëzit e fshatit e kuptuan se ishin bekom me praninë e vashëzës së ujit. Kur kishte nevojë për ujë, ata shkojnë në lumë dhe kërkojnë me respekt dhe dashuri. Kur fëmijët aq rrezikuar pranë ujit, valët i sjellin të sigurt në breg. Kur ka thatësirë, rret grumbullohen dhe sjell shi. Edhe Marta, gruaja që kishte qenë kaq xheloze dhe e frikësuar, vogël kuptoi gabimin e saj. Një ditë, kur nipti i saj i vogël ishte sëmur rënd dhe kishte nevojë për ujë të pastër për të shëruar, ajo shkoi në lumë dhe kërkoi falje nga vashëza e ujit. Flutura, tha ajo me lot për në sy, unë kam qenë e marrë dhe e keqe. Më fal për gjithë fjalët e këqija që kam thënë për ty. Uji i lumit u bë i ngrohtë dhe i butë, dhe një burim i vogël uji i pastër doli pranë në këmbëve të saj. Kur u kthye në shtëpi dhe ja dha ujin nipti, ai u shërua për shkak të një mënyre të mrekullueshme. Vitet kaluan, dhe legjenda e vashëzës së ujit u përhapur në të gjithë vendin. Njerëzit vinin nga krahinat e largëta për të vizituar liçenin e shenjtë ku Flutura kishte bërë transformimin e saj. Disa vinin për të kërkuar ndihmë, të tjerë për të falenderuar, dhe të tjerë vetëm për të ndjerë praninë e saj të shenjtë. Flutura, tani si vashëza e ujit, u bë mbrojtëse jo vetëm e fshatit të saj, por e të gjithë krahinës. Ajo ndihmoi fermerët të ujit një gjej fushat e tyre, çoi ujin e pastër në fshatra të largëta dhe shpëtoi shumë jetë nga përmbytjet dhe thatësirat. Por aspekti më i bukur i legjendës së saj ishte se ajo nuk e harroi kurrë lidhjen e saj me njerëzim. Çdo ditë, në mëngjes herët, kur dielli sapo po ngrihej, ajo shkonte pranë fshatit të saj dhe në përformë të një ere të butë, i përqafonte të gjithë ata që i donte. Nëna e saj, Drita, e ndjen këtë përqafim çdo mëngjes dhe për këtë arsye kurrë nuk i mungoi dhimbshuria e vajzës së saj. Fëmijët e fshatit, gjithashtu, mësuan të luanin me vashëzën e ujit. Ajo u krijonte atyre lojra të mrekullueshme me ujë, ku ai keshulinte në ajër dhe formonte forma të çuditshme dhe të bukura. Dhe kur fëmijët rriteshin dhe bëheshin të rrituri, ata i tregonin fëmijëve të tyre historitë për vajzë e mirë që bëri një sakrifikime të madhe për të shpëtuar të tjerët. Një ditë, shumë vite më vonë, një çift i ri erdhi nga një krahinë e largët, duke kërkuar ujë për fshatin e tyre që po vuajte nga një thatësi e tmerrshme.
Ata kishin dëgjuar për vashëzën e ujit dhe kishin udhëtuar për dite për të arritur në vendin e saj. Vashëzë e ujit, I thiri gruaja e re, na është thënë se ti në fakt ke qenë njëherë një vajzë si ne, dhe se ti e kupton dhimbjen dhe vuajtjen. Të lutem, ndijo fshatën tonë. Flutura, e prekur nga sinqeriteti I tyre, dërgoi një përmbytje të butë ujë që u përhapu në këtë mënyrë magjike nëpër tokë, duke arritur fshatën e largët në vetëm një natë. Uji erdhi jo si përmbytje shkatërruese, por si një dhuratësie që dhënë që solli jetën përsëri në tokat e tyre. Por si mund të falenderojmë, pyeti burri I ri. Vetëm duke kujdesur mirë për ujin që keni marrë, u përgjigj zëri I vashëzës së ujit nga era. Dhe duke mos harruar se gjithçka në këtë botë është e lidhur. Kur ndihmojmë njëri tjetrin, ne ndihmojmë veten. Kur çifti u kthye në fshatën e tyre, ata quan me vete më shumë se uji. Ata quan mësimin e vashëzës së ujit për dashurinë, sakrifikimin dhe lidhjen që ne të gjithë kemi me natyrën dhe me njëri tjetrin. Me kalimin e kohës, vashëza e ujit u bë më shumë se një legjendë lokale. Ajo u bë një simbol shprese dhe besë për të gjithë ata që përballen me vështirësi. Historitë për vajzën që la jetën e saj normale për të bërë një mbrojtëse të ujrave u transmetuan nga brezi në brez. Edhe sot, thuhet se në vende të veçanta, sidomos aty ku ka ujvara dhe liçene të pastër, mund të ndesh akoma praninë e vashëzës së ujit. Kur shiu bind butësisht mbi livadhe, kur një burim I vogël çelet në një vend të papritur, ku uji një lumi misterioze këndon një këngë të bukur, njerëzit thonë se Flutura, vashëza e ujit, është atje, duke vazhduar misionin e saj të përhershëm të dashurisë dhe kurajtësisë. Dhe kështu, përralla e vashëzës së ujit na mëson se gjatë herë dhuratë të veçanta nuk janë për t'u fshehur nga frika, por për t'u përdorur për të ndihmuar të tjerët. Na mëson se dashuri dhe e vërtet, ndonjëherë do të thotë të bësh sakrificime të mëdha. Dhe na kujton se të gjithë ne jemi të lidhur me njëri tjetrin dhe me natyrën, dhe se kur veprojmë me dashuri dhe guxim, ne mund të ndryshojmë botën. Në fund, kjo është përralla e Fluturës, vajzës që u bë vashëza e ujit, dhe e cila na mëson se bukuria e vërtet qëndron jo në çfarë dukem, por në çfarë bëjmë për të tjerët dhe nëse si zgjedhim të përdorim dhuratat që kemi në shërbim të së mirës. Përralla mbarohet, por mesazhi I saj jeton në zemrën e çdo personi që ka dëgjuar historitë e vashëzës së ujit, duke na kujtuar se gjithçka që kemi nevojë për të qenë hero të vërtet jep tashmë brenda nesh. Një zemër dashurie dhe guximi për të ndihmuar të tjerët.